E ja kështu jemi pjesë e dytë, jemi në zjarr televizion, jemi zjarr edhe kuptimin fizik, domethënë shumë nxehtë këtu. Është tepër nxehtë, është vap. Erdhi vapa në kod veçan. Unë jam me Cristiano Xhanarin si për 6 vjet e gjysmë që jemi bashkë. Ky çik është Cristiano. Kemi qenë me Cristiano edhe në zyrën e kryeministit. Los të qeni Kallaxhiut atëherë, po shti kujtoj. Kur dalin pensione, unë me Cristiano të losim domino, do e kujtojmë këto gjëra. Amo, si thua Kristi? Po thot. Atëherë, plazhe publike me çmime simbolike në Shkodër, kushte dinjitoze për të gjithë pushuesit. Ç'të hash? Ka shkuar Beneti në Shkodër dhe shikoni ç'ka bërë. Plazhe publike. Dua të shkojnë në Shkodër vërtet për plazhe publike. O Kristi, është tamam kjo me çmime simbolike apo e keni shtuar ju? Një sekond. Po për nder. Plazhe publike me çmime simbolike në Shkodër, thotë është 4.000 lekë, thotë. 4.000 lekë këto çadrat dhe shezllongët që ka vënë bashkia. O Benet, nuk është plazh publik. Do të thonë, qofse këte janë plazhe të privatëve, ky është plazh privat i bashkisë, i cili ka konkuron privatin atje dhe ka ulur çmime dhe ka bërë 4.000, por nuk është publik. Plazh publik, o Benet, është kur ti ke rërën, e pastron e mirëmban me taksat e banorëve, dhe vjen tjetër me çadrën sqetull, edhe shtrihet aty. Mund të vësh çadra me qera, për shembull, vjen njëri që s'ka, ka vetëm brekët, edhe pykën, edhe thotë dua një çadër, edhe ja jep ti thu, urdhoni 4.000 lekë për çadra. Po nëse ke bërë vendet këtu dhe i thosh 4.000 lekë nuk është plazh publik. Jo, është plazh privat që lekët i merr bashkia. Është plazh me pagesë. O Benet, i thonë, kush e njeh Benetin? O Benet, plazh publik është që s'merr as i lek, zero. Shkon publiku dhe shtrihet aty. Jo me që thonë turizmi këta dhe ikin turistët e kujtun. Vjen turisti italian, për shembull, shef spiaggia publika. Edhe shtrihet. Vjen ai, ta marrsh thotë, ama nepi 4.000 lekë, thotë se i ka që ka vnu ky Beneti. Plazh publik me çmime simbolike. Edhe 4.000 lekë që është simbolik, kuptoni? I që çik të simbolike, dalim tek çik më tepër klasë. Korat t'olive, bukurinë natyrore dhe çmimet të arsyeshme, Shqipëria në fokus të turistëve italianë. Po mirë, atës i them, ata. Pse ne, kur jemi çuar, bravo, kur jemi çuar gjanë për drejta tona dhe kryeministri thotë, jo, thotë, shikoni Zvërneci po bëhet një resort turistik i madh, një resort ku çmimet do t'jenë për turizmin e klasit, se s'do t'jemi për turizmin me gjisë, me bukë me vete, deri këtu jemi dakord. Se ne shkojmë, ja ku kemi Malezi dhe Greqinë dhe Turqinë. Por, bukurinë natyrore, çmimet të arsyeshme, Shqipëria në fokus turizmit italian. Pse i bën publicitet? Mund të jetë si lajm problemor. Thuash, shikoni si na shfrytëzojnë, na rjepin italianët. Vinë këtu, kemi bukuri, kemi dhe çmime të ulta. Po edhe i bëhet publicitet turizmit, këtij turizmi që kemi sot me çmimet më të ulta. Edhe nga ana tjetër thuhet, do ndërtohen resorte, se kështu do vit cilësor, ti shmangim këta. Ndani mendin, me kë jemi ne, cilin turizëm kemi? Kemi të protesta. Cristiano, mbrëm ka bërë populli një marshim epik, biblik. Protestuesit bllokuan autostradën dhe rrugën për Nërinas. Kush i orientroi drejtën? Për çajin organizatorët. Pa kënaqësi edhe te qytetarët. Tani, desha ta komentoj këtë se sot kishte edhe kështu helm mes njëri tjetrit. Çaja janë këta që e lodhën popullin, e shkuan atje. Tjerë thoshin, po nuk shkuam atje, çfarë do bëjmë që do vim rrotull aty? Unë personalisht e pash, me thonë drejtë me shumë gëzim këtë marshimin drejt aeroportit. Dhe para punës nuk i mori njëri zvarr. E dyta punës nuk shkuan gjithë. Kush kishte këllqe, këmbë, shkoi. Ishin gjithë të lumtur ata që shkuan. Por ajo që është më e rëndësishme është fakti që kur shkuan në aeroport, bllokuan dhe autostradën për një periudhë kohe, krijuan dhe problem në aeroport. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm i mosbindjes civile. Kështu reagon shteti. Pa shkojmë neve tani në vap atje në Zhek. 100 vjet shkojnë protesta, 100 vjet vazhdon Rama. Në qoftë se nuk ka akte, kështu unë e pash me shumë interes faktikisht të gjithë dhe më pëlqeu jashtëzakonisht
dhe inkurajojë protestuesit për akte, të liqe penat e dyqaneve, të bllokojë rrugë. Kjo është në fund fare ajo që detyron pushtetin të reagojë dhe ajo që bën me sensibilizimin ndërkombëtar. Ma nxirr çik se dua ta komentoj, shumë interesant kjo pjesa e lajmit të Pacollit. Pacolli publikon foto nga punimet në aeroportin e Vlorës. Nuk janë përfunduar se na mbyllën dyert, jemi zëvendësuar nga grupe të errta të ndihmuara nga dikush. Pra, nëse ne jemi ngritur sot në protestë, nuk është zvërneci, nuk është flamingo, janë edhe ato, ka njerëz bili që për ato janë, për breshkat janë. Ne jemi ngritur për mënyrën se si funksionon oligarkia, që pak duar kanë kapur të gjitha pushtetet. Dhe pak duar, edhe një miliarderi, se ky Pacolli nuk është kështu roça poç. Ky ka ndërtuar Astanan, kryeqytetin e Kazakistanit. Ky ka rindërtuar Kremlinin. Bexhet Pacolli. Dhe kur ti ja bën Bexhet Pacollit, që e vë ndërtoi një vepër strategjike se aeroporti i Vlorës, dhe pastaj i thot janë futur njerëz në grupe të errta, edhe kundër kësaj jemi ngritur. Jo pro Pacollit, jemi ngritur kundër grupeve të errta, mafias dhe korrupsionit, mënyrën se si funksionon shteti shqiptar. Për këto jemi çuarë. Dhe më nxirr çik lajmin tjetër, është shumë interesant dhe shumë emocionues, dhe jo vetëm në Riol. Në protestë kundër dëtimit resort, heqjen e thimin me tela. Po ka filluar në gjithë Shqipërinë, Shqipëria po shqiptarët po marrin Shqipërinë. Në Librasht, kishin hequr rrethimin tek Heci, Tec. Jo mërhec hidrocentrali që i kishte marrë ujin dhe banorët s'kishin ujë. Dhe thoshte bashkia e Librashtit. Nuk kanë 6 muaj, thoshte 4 ditë. 4 orë le të kenë. Fakti që një kompani private i merr ujin banorëve, si Balozi dikur, është kriminale. Dhe banorët me shumë të drejta të që s'bën shteti, kanë shkuar dhe kanë bërë vetë. E kanë marrë këtë pjesë Shqipërisë. Siç kishin vajtur edhe në Kakome. Siç kishin vajtur edhe në Taç, në Ersek. Se kudo Shqipëria është rrethuar me tela me gjëmba dhe është shitur dhe shqiptarët në kuadër të kësaj proteste po marrin vendin e tyre. Dhe ndërkohë që shqiptarët po marrin vendin e tyre, po tentojnë të kthejnë lirit, dhe demokracinë, kemi një kryeministër që pa dashje në bë një vajzë sallone sensibël, të cilën e shqetësojnë shumë llafet e turpit. Edhe ma shikonin çik, ma nxirën çik Kristiano, të madhin e Rama. Rama solidarizohet me vajzën vlonjate. U masakrua online sepse nuk besonte tek protesta. Në Shqipëri ka 2 kampe të mëdha të fuqishme. Ka një kamp që është pro protestës dhe një tjetër që është kundër protestës. Dhe të dy me njëri tjetrin shkëmbejmë lloj-lloj akuza, sharje, fyr, çfarë duash ti. Që fillojnë nga ky që sensibilizohet, që i ka thënë protestuesve hajvan. Nuk po themi termi fashist, po hajvan. Qa do më shumë, qofse i pari vendit, ky sensibilizuesi, antibullizuesi, i thot popullit hajvan, me çfarë sy e faqe solidarizohet me vajzën, u masakrua se nuk besonte në protest. Po mi më letë më masakrohet vajza, po pastaj ç'puka ky, se s'është e vetja. S'është e vetja. Dhe të shoj brenda vathës partisë ti, pse iku dhe e vajza. O prite, kam atë vajzën unë? Prite, kemi çik më vonë. Ma nxirr pak të lutem këtë lajmin tjetër se ky ishte perl. Dështon protesta e thirrur në Prenjas, qytetari i vetëm që mori pjesë i erozion banorët. Ju falenderoj që na shikni nga kafja. Në fakt nuk ka dështuar, jo. Pra, në Prenjas, ky zotnia këtu me qeleshe, me mikrofon, ka organizuar protestë dhe ka dalë tek pull. Këtu është vërtetimi se sa një njeri vlen më shumë se sa një qytet. Në Prenjas kuptohet, ekonomia as i afrohet, as po gradecit fqinj dhe as Librashtit. Cop, keni pare ato mbetjet e minierës dikurshme, ca njerëz të lodhur, ca rrugë të shpifura, e ca njerëz që vinë vërdalla aty në për atë gjë. Varfëria është shumë e madhe se në Tiranë. Shumë gjëra janë shumë më poshtë nivelit Tiranës, shumë më poshtë. Po pse s'dalin? Se janë të kapur pas kafshatës Bukës. Dhe një person bën diferencë, është më shumë se sa një qytet i skllavëruar. Pra, në fakt protesta nuk dështoi. Kjo është protesta. Një person i vetëm kundër një qyteti të skllavëruar i cili
ka frikë të dali dhe të thojë që s'jemi mirë. Ndoshta ka dhe verbrin të kuptojë që është keq. Mjafton një njeri që t'i sensibilizojë. Kështu që i heqim kapelen këtij djalit, i cili është më shumë se sa një qytet, besoni. Tani dalim tek ajo që desha, ose që nisa më saktë për të thënë. Tjetra. Qetra. Prit mër burr. Atëherë 14-ën, e ke 14-ën shive herë? S'është 14-a. Na e ka fut armiku. Lufti brite, Kristiano, ka ardhur Iraniani. Atëherë 14-a është Mariana Koçeku u largua nga grupi i PS, socialistët rebelohen, dorëzo mandatin e deputetes, në kuvend u fute me listat e mbyllura. Dhe të plasi dje, mua më habiti kjo brenda PD-s, për këta të kafes e rakisë që rinë, jo ata që dalin, që ishin turrur kësaj deputetes PS-s që iku. Kishte të tjerë që e analizonin kështu, e kanë nxjerr Rama vetë këtë, që kjo të shkojnë protest, të marrë protestën, të bëj partia ta fusi te Rama. Shumë gjatë si logjik, po edhe mund të qëndroj. Tani, pse e mbështeta unë ikjen e kësaj zonje? Ishin 83 mandate, sot Rama është me 82. Dhe në qoftë se vazhdon, mund të katandisë edhe me 74, po mund të katandisë edhe me 69, dhe të luhet shahu që për shkak të asaj proteste, ai të humbasi shumicën, për shembull, ndërsa nga Partia Socialiste thonë, ti ke ardhur i thanë pa vota, të sollëm ne. Po pse u kujtua sot këta të Partisë Socialiste? A e dinin që erdhi pa vota, kishin thënë kryetarit, këtë na e zhduk. Kjo nuk mund të rri këtu, sepse s'është me votat tona, na e zhduk. Ishte mirë e bukur aty. Ditën që iku i thonë socialistët, mirë, ikën po lër mandatin, që ta marrin një tjetër mandatin. Dhe vazhdojnë këta demokratët e Rakisë, thonë, jo, të lëri mandatin. Pra që PS-ja të ketë prap 83 orë, për kë punoni jure? Ju të Rakisë kafes që thoni jemi opozit. Kjo e mori një mandat, i ka lërë Ramës 82, jo 83. Ju thoni, ta lërë mandatin, tiki kjo. Pra ta lërë një tjetëri mandatin, që vjetë, dhe Rama të ketë 83. Më dili qik të ka tjetër, të shi? Ja, këtu, jo, shka që, Rama replik me protestuesin, bullizimi njerëzve në rrugë dhe blokimi lëvizjes, helmimi i hapësirës publike. Të flasë më shumë për këto, unë që të themu një ziu. Pra, ne helmojmë hapësirën publike, kur themi Rama në Burg, Berisha në Burg, kur themi Shqipëriere, kur i themi Ramës, o klyshi Sorosit. Edhe, ajo që mua më vazhdon më irritonin në gjallë shumë pikë pyetje, pse nuk kemi parulla kundër Sorosit ne? Pse s'kemi? Edhe në mitingjet e Partisë Demokratike kemi pasur Soros larg nga Shqipëria. Pse nuk artikulohet kjo çështje? Nëse i është helmuar hapësira publike këtij. Ne na është helmuar jeta, më na kanë ikur fëmijët. Ne na është vjedhur toka, feta, është vjedhur. Edhe është dhënë tuajve. Është marrë kadastra Vlorës, është prur në Tiranë, dhe është bërë nami me pronat. Tani ne kemi hadhin se është helmuar hapësira publike. Iqe Kristi, iqe ja dhe baca. Çdo shqiptar duhet përkra protestën e të rive. Unë jam çat tem, i çojmë këmbë sotit Berisha. Ata thonë Rama në Burg, Berisha në Burg, Berisha thotë i përkrajnë, non gratën ja hoqën. Nuk e kam parë tiqet nga faqja përkatëse departamentit shtetit, po kur e thotë ky burr, unë e besoj. Kështu që, siç thotë doktori, dilni përkrajnë protestën e të rinjve, edhe me protestën e nisi po e mbyll me një gjë me protestën, ma nxirr çik atë gjë. Tepsia e fundit. Çfarë është kjo? Thotë pankartat hit në protestat e Tiranës, qytetarët shfrenojnë imagjinatën. Çfarë ka ndodhur me protestat? Një gjë që duhet thënë. Rama e mbante veten si gastor i madh. Tregonte ky batuta, bënte ky hajgare, bënte ky humor, krijonte situata. Ju kujtohet që doli dhe tha, e kam treguar përpara ato pjesë të trupit, pra ishte ky Danoç King i batutës. Në fakt, qytetaria ja ka marrë dhe kanë shpërthyer lloj gallate dhe lloj tallje. Shqiptar dashur, unë personalisht, jo sot, ka vite që mendoj se regjimet bien kur i bie autoritetit. Autoritetin e rrezon satira dhe humori. Talli me nderin me politikën dhe keni për të parë që një ditë e re më e bukur ka për të lindur. Me kismet zotit takojmë tonë tjetër, deri atëherë verë të mbar.